Heje, sa po më erdhi pakoja e Buklandit dhe thash pse jo mos ta hap këtu me ju. Unë do t'i nxjerr pak libra që t'i kem te preri dhe t'ju tregoj juve një nga një të gjitha librat që unë kam zgjedhur në këtë panajër. Libri i parë që unë zgjodha më shumë nga një vajzë në buk Instagram që unë e ndjek jashtëmase shumë, të cilën buk Instagramin tim do t'ju lë këtu poshtë që të më bëni follow. Është Martin Eden Jack London. Kam dëgjuar fjalë jashtëmase të mira, ajo më ka folur jashtëmase shumë mirë për këtë librin dhe thash, okay, pse jo. Një tjetër libër që unë mora që më shtynte më shumë kurioziteti për ta lexuar është Këmbana e Qelçt. Është pak libër depresiv, por dua shumë që tani në vjesht dhe në dimër të lexoj pak libra që ndoshta mund të ulin moralin tënd, por të lënë një ndjesi të fortë kur ti mbyll librin. Rafshina në flak. Kush nuk e njeh këtë autorin, kush nuk e njeh këtë libër? Unë e kisha të sugjeruar, duke qenë se dua të lexoj një sag që ka të bëjë me disa lloj librash, thash, okay, përpara se të nis atë sag, duhet patjetër të lexoj disa libra të tjerë. Një autor turk është dhe Sevgi Soyal. Shpresoj t'ja kemi thënë mirë, është mesdite në Jeni Shehir. Kam qenë shumë kurioze për këtë libër, kështu që pse jo. Tani, kush më njeh mua e di pse kam zgjedhur unë këtë autore që do ju tregoj tani, që është Lucinda Riley. Është Kopshti i takimeve të fshehta. Unë kam lexuar serinë e 7 motrave dhe më duhej përsëri e njëjta autore për të parë dhe dallimin midis librave të tjerë të saj dhe serisë dhe kush do më pëlqej më shumë mua. Domethënë, një libër tek apo gjithë seria. Tani, ju e dini që unë jam vajza e sagave dhe duhet të merja patjetër një sag. Nuk mora një sag të re, por mora vazhdimin e një sage të re për mua, siç është Froni prej xhamit dhe është Trashëgimtarja e zjarrit që ka dalë së fundmi në botim dhe mezi pres ta nis sepse kam 3 libra për të lexuar dhe nuk kam më vetëm 2 libra për të lexuar. Një tjetër libër që unë zgjodha është një klasik që unë e kam lexuar librin e parë shumë e vogël, por nuk isha librin e dytë dhe thash, okay, mua më duhet ta lexoj. Por unë klasikat i dua në hardcover dhe pak ju e pat, por le t'ju tregoj që është gra të vogla dhe nuk e di pse mua më pëlqen kjo, më jep atë ndjesinë kur është hardcover libri më jep ndjesinë e vjetërsisë, e lashtësisë. Nuk e di, më jep atë tamam e klasikes, kështu që pse jo mos ta kisha në bibliotekën time kur ta vendos kështu dhe mund të më duket vetëm kjo këtu, coveri këtu. Jam pak me fiksime, por kjo ishte book haul-i im. Më thoni çfarë keni marrë ju tek panajeri i librit, sepse doja shumë të dija se çfarë keni marrë ju. Bye!